ndarun vëllezër, ta ruajmë gjuhën tonë. Të mundohemi në maksimum me rujt edhe nderin e vëllezërve dhe motrave tonë. Mirë po në të kohë edhe ta ruajmë nderin duke e rujt nderin në shtëpia tonë. Ta ruajmë nderin e çikave tonë, grave tonë, me edukimin e tyre në Islam, me mbulimin e vërtetave të tyre. Pastaj të shkojmë dhe të këshillohemi me njëri tjetrin kur të shohim dukuri negative, se thot pejgamberi sa kush e prej ju me një të keqe, le ta ikë me dorë të vet. Nëse s'mundet me gojë të vet, nëse s'mundet me zemër të vet, e ky është imani më i dobët. Imani më i dobët. Na në çet iman të dobët jemi. Jo valla, s'po më pëlqen, po s'po foli, mami, se po prishna me kret. Ja, s'po fol. Që s'po fol. Rrin pleq në për shtëpia, nuk den me fol. Folin si do vanu sa ballëki. Se mos të qu mi thon dikush au çove baba flajte. Ama kur duhet më dhon nasihatin, nuk folin, mos të prishëm. S'ka mos të prishëm. Kemë u prish me nirin me kallxu, mi thon, mas pari aty në trive mi u thon. Mos shko me njëherë te prindi. Shko te i riu. Edhe këshillo. Nëse vazhdon, atëherë shko dhe merr vesh me prindin